Të nderuar shikues, përshëndetje. Ndërsa marrëveshja e paqes në Gaza po mbush muajin e parë, gjendja në terren mbetet e prisht mes paqartësive të shumta për fatin e vetë marrëveshjes dhe palestinezëve në enklavën e shkatruar. Siç e dim, Izraeli ka shkelur pushimin 10 herë dhe ka vrarë mbi 200 palestinezë, duke mbështetur në akuzat fabrikuara mbi aktivitetin e rezistencës palestineze. Vendet garantuese kanë rrequr vërejtën se kjo sjellje e qeverisë Netanyahut jo vetëm do ta rikthejë gjenocidin në Gaza, por edhe do ta tallazojë gjithë rajonin, ndërsa kohëve të fundit është vërejtur një reagim i ashpër amerikan kundrejt aleatit të përbetuar Izraelit. E për këtë, ekspertët janë të ndarë. Nga njëra anë, kjo shihet si përpjekje vetë Trumpit për t'i dhënë fund seriozisht luftës në Gaza, edhe pse nga ana tjetër vazhdon të armatosë Izraelin ashtu siç bënte edhe gjatë 2 viteve gjenocid, ndërsa nga ana tjetër kërcënimet e Trumpit kundrejt Netanyahut dhe politikave të tij të aneksimit shihen si teatër që megjithatë do t'i lejojë Tel Avivit, por edhe do ta ndihmojë atë në aneksimin e plotë të tokave palestineze në bregun perëndimor të pushtuar, në Jerusalem dhe në Gaza. E në gjithë këto plane jo vetëm tani, por shumë më herët, rol kyç kanë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, si partneri më i besueshëm i Izraelit në gjenocidin në Gaza dhe rolin e familjes Nahyan në masakrat në Sudan. Njëherë, bota është dëshmitare një marrëveshje janë pushimi midis Izraelit dhe rezistencës palestineze. Por ndërsa disa ushqejnë shpresa për ndërtimin e Gazës, mes palestinezëve mbizotron skepticizmi i thellë, i ushqyer nga dekada tradhtish dhe premtime të thyera. Historia tregon se për Izraelin pushimet shërbejnë si kohë për të riarmatosur, për të rindërtuar aparatin ushtarak dhe planifikim ofenzivash të reja, ndërsa bota hesht dhe kërkon përmbajtje nga të dyja palët. Sipas historianit Said Marcos Tenorio, paqja e vërtet nuk do të lindë nga marrëveshjet e nënshkruara nga ata që kanë si praktik mos respektimin, por nga rrëzimi i sistemit kolonial që mban gjallë entitetin sionist. Edhe një herë, bota është dëshmitare në nënshkrimit të një marrëveshjeje armpushimi midis Izraelit dhe rezistencës palestineze. Dhe, edhe një herë, historia përsëritet. Ndërsa disa ushqejnë shpresa për ndërtimin e Gazës, mes palestinezëve mbizotron skepticizmi i ushqyer nga dekada tradhtish. Në fakt, historia tregon se Izraeli kurrë nuk i ka respektuar angazhimet që ka nënshkruar. Për entitetin sionist, çdo anpushim është vetëm një pushtim taktik, një manovër diplomatike për të riorganizuar pushtimin dhe për të përgatitur për agresionin e ardhshëm. As anpushimi i fundit nuk ishte përjashtim. Brenda pak ditësh, ushtria izraelite nën urdhrat e Benjamin Netanyahut nisi sulme brutale kundër rripit Gazës, duke vrarë mbi 226 palestinezë, mes tyre shumë gra dhe fëmijë, 4 të moshuar dhe 7 persona me aftësi të kufizuara, në pretekstin e rrem se Hamasi kishte sulmuar trupat izraelite. Shkruan Said Marcos Tenorio, historian dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Hamasi mohoi akuzat dhe e dënoi shkeljen si një përpjekje të qëllimshme për të sabotuar marrëveshjen. Ai theksoi gjithashtu se shkeljet sistematike të anpushimeve dëshmojnë se pushtimi ndjek një politikë të qëllimshme të vrasjeve masive, jo si raste të izoluara, por si strategji e qëndrueshme. Që nga marrëveshjet e Oslos në vitin 1993, kontrasti midis mirëbesimit palestinez dhe përbuzjes izraelite ndaj angazhimeve ka qenë i thellë. Organizata për Shlirimin e Palestinës e njohu të drejtën e Izraelit për të ekzistuar brenda kufive të vitit 1967, duke besuar se rruga e diplomacisë mund të sillte paqe. Në këmbim, ajo që morën palestinezët ishin më shumë vendbanime të paligjshme, më shumë pika kontrolli, më shumë arrestime dhe më shumë mure. Premtimi për një shtet palestinez brenda 5 vitesh nuk ishte gjë tjetër, veç se një mashtrim. Oslo, në vend që të çlironte Palestinën, e institucionalizoi pushtimin. Në trajtimin e Benjamin Netanyahut, kjo politikë sabotimi arriti kulmin e saj. Asnjë lider tjetër izraelit nuk ka treguar një përbuzje kaq të hapur ndaj së drejtës ndërkombëtare dhe vetë idesë së bashkëtesës, duke përqafuar hapur projektin e aneksimit të përhershëm dhe të zhdukjes së Palestinës si komb. Me çdo anpushim, Izraeli fiton kohë për të riarmatosur, për të rindërtuar aparatin ushtarak dhe për të planifikuar ofenziva të reja, ndërsa bota bashkëfajtore përmes heshtjes kërkon përmbajtje nga të dyja palët, sikur të kishte ndonjë simetri midis kolonizatorit dhe të kolonizuarit, shkruan Tenorio.
që nga viti 1948, Izraeli ka shkelur në mënyrë sistematike rezolutat e OKB-s që kërkojnë tërheqjen e ushtrisë nga territoret e pushtuara, ndalimin e kolonizimit dhe kthimin e refugjatëve. Ai shpërfill Kartën e Kombeve të Bashkuara, Konventën e 4 të Gjenevës dhe gjitha marrëveshjet e anëpushimit që kanë nënshkruar. Përbuzja e tij ndaj traktateve nuk është rastësore, por strukturore. Ajo është pjesë e logjikës sioniste të zgjerimit dhe përjashtimit që e sheh territorin palestinez si një hapësirë që duhet pastruar nga banorët e saj autokton. Edhe përballë një shtypje të tillë, populli palestinez nuk dorëzohet. Me çdo bombardim ngrihet një brez i ri, i shtyr nga dinjiteti dhe dashuria për tokën. Rezistenca, politika kulturore dhe armatosur është përgjigjja e ligjshme një populli që refuzon të zhduket. Izraeli përpiqet ta kthejë çdo marrëveshje në një instrument nënshtrimi, por palestinezët e shndrojnë çdo shkelje në dëshmi se lufta e tyre është e drejtë dhe e pathyeshme. Prandaj, rezistenca është vetë vazhdimësia e jetës, pohimi se Palestina ekziston dhe do të vazhdojë të ekzistojë, shkruan historiani Tenorio. Pavarësia morale dhe politike mes palëve është e qartë. Në njërën anë qëndron populli që lufton për vetëvendosje dhe nderon angazhimet e veta. Në tjetrën, një fuqi ushtarake që jeton nga tradhtia, pushtimi dhe mohimi i tjetrit. Çdo anëpushim që shpallet si shpresë, në fund zbulohet si fars, vlerëson Tenorio. Diskursi për paqen shërben vetëm për të legjitimuar shtypësin dhe për të heshtur viktimën. Paqja e vërtet nuk do të lindë nga marrëveshjet nënshkruara prej atyre që kanë si praktik të përhershme mos respektimin, por nga rrëzimi i sistemit kolonial që mban gjallë entitetin sionist. Ndërsa bombat bien dhe muret ngrihen, populli palestinez vazhdon të rindërtojë atë dheun me duart e veta. Çdo shtëpi e rindërtuar, çdo flamur i ngritur mbi rrënoja, është një akt sovraniteti, nderi dhe guximi. Edhe pse Gaza mbetet e rrethuar, bregu perëndimor i coptuar dhe Jerusalemi lindor, po judaizohet, populli palestinez qëndron i patundur, dhe pikërisht kjo qëndres e mban gjallë kauzën e çlirimit, sepse pavarësisht gardheve, bllokatave dhe bombave, Palestina vazhdon të ekzistojë në rezistencën e popullit të saj. Dhe kjo rezistencë është përgjigja më e fuqishme ndaj dështimit moral dhe politik të Izraelit, shkruan mëtej historiani Said Marcos Tenorio. Së fundmi, presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi me forcë se aneksimi izraelit nuk do të ndodhë, sepse, siç tha, unë i kam dhënë fjalën time vendeve arabe, duke sinjalizuar kështu një limit të paprecedent për ambicjet izraelite. Kjo intervistë u publikua ndërsa parlamenti izraelit miratoi 2 ligje për zbatimin e ligjit izraelit në bregun perëndimor, duke hapur rrugën për aneksimin e paligjshëm të territorit. Sipas gazetarit Ramzi Barut, edhe pse Trumpi doli me deklarata të guximshme, realiteti tregon se SBA-ja vazhdoi të furnizonte Izraelin me armë dhe fonde miliarda dollarëshe. Ky kontrast midis fjalës dhe veprës e bën të vështirë të dallosh një ndryshim të vërtet kursi. Mbështetja amerikane mbetet e pakushtëzuar, duke lejuar Izraelin të vazhdojë dhunën dhe pushtimin. A ka ndryshuar rrënjësisht për llogaritën në lindjen e mesme qortimi i ashpër që Donald Trump i bëri Izraelit në intervistën e tij për Time Magazine më 23 tetor? Komentet e tij ndezën menjëherë 2 pikpamje të kundërta. Për disa, qëndrimi i tij përfaqëson një vijë ndarëse të qartë që shënon një zhvendosje të vërtetë në politikën e jashtme amerikane. Për të tjerët, është thjesht një manovër politike për të rimarrë besueshmërinë që SBA-ja humbi gjatë 2 viteve të gjenocidit izraelit në Gaza, shkruan Ramzi Barut, gazetar dhe hulumtues në qendrën për çështje islame dhe globale. Duke folur për fundin e gjenocidit të fundit në Gaza, Trump deklaroi se kryenisti izraelit Benjamin Netanyahu duhet të ndalonte sepse bota do ta ndalte atë, duke shtuar: "E dija çfarë po ndodhte, dhe Izraeli po bëhej shumë jo popullor." Me këto fjalë, Trump i sinjalizoi bindjen e tij se shfarosja sistematike e palestinezëve në Gaza e kishte çuar Izraelin në një pikë të pashmangshme izolimi, që as SBA-ja nuk mund ta mbronte më pafundësisht. Ky është thelbi i mesazhit të tij, i përsëritur në paralajmërimin e drejtë për drejtë për Netanyahun. Bibi, nuk mund të luftosh kundër botës. Bota është kundër teje dhe Izraeli është një vend shumë i vogël krahasuar me botën. Mund të duket një fakt i vetkuptueshëm, por duke pasur parasysh historinë e mbështetjes së verbër amerikane dhe më gjerë perëndimore, Izraeli gjithmonë është ndjer më i madh se sa është në të vërtetë.
Fuqia e tij e perceptuar ka qenë gjithmonë produkti përkrahjes pa kushte të Shteteve të Bashkuara. Por sipas pohimit të Trumpit, SBA nuk e sheh më veten si mbrojtësen e pakushtëzuar të Izraelit. Ai thekson një dinamik të re fuqish globale, duke vënë në dukje se ka shumë fuqi të tjera atje jashtë, fuqi jashtë rajonit, ndikimi i cilave e ka bërë të paqëndrueshëm rolin tradicional mbrojtës të Washingtonit. Ky vetëdijsim, i cili është më i dukshëm kur Trumpi flet për dëshirën e Izraelit për të aneksuar në mënyrë të palishme bregun perëndimor të pushtuar. Ai tani shpreh i gatshëm të veprojë, duke përdorur një gjuhë të paprecedent. Aneksimi nuk do të ndodh, sepse unë i kam dhënë fjalën time vendeve arabe. Nuk do të ndodh. Izraeli do të humbte gjithë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara, nëse kjo do të ndodhte, pati thënë Trump. Një deklaratë e tillë është e paprecedent në historinë e marrëdhënieve SBA-Izrael. Megjithatë, kjo sfidë mund të hidhet lehtë poshtë si teatrale tipike e Trumpit, deklarata të guximshme që rrallë shndrohen në politikat qëndrueshme. Gjatë mandatit të tij të dytë, Trumpi bëri thirrje për t'i dhënë fund luftës, por nuk ndërmori asnjë hap për ta ndaluar atë, duke shprehur mëshirë për banorët e Gazës, ndërsa furnizonte Izraelin me armë. Këto kontradikta e bëjnë të vështirë të dallohet besimi nga performanca. Rëndësia paralajmërimit të paprecedent të Trumpit shtohet nga vetë momenti i dhënjes. Intervista për Time u publikua të njëjtën ditë që Parlamenti i Izraelit miratoi 2 projekt ligje që do të zbatonin ligjin izraelit në bregun perëndimor të pushtuar, duke hapur rrugën për aneksimin e plot dhe të paligjshëm të territorit. Ky votim provokues ndodhi ndërsa në Tel Aviv ndodhej nën presidenti amerikan J.D. Vance. Në largim nga vendi, Vance sulmoi ashpër qeverinë izraelite, duke quajtur votimin të çuditshëm dhe një manovër politike shumë të marrë, të cilën e mori si fyerje. Ata që janë skeptik ndaj çdo zhvendosjeje të SBA-s kanë plotësisht arsye për këtë cinizëm. Nuk ka asnjë provë serioze që Washingtoni po ndryshon drejtim. Mbështetja pa kushtëzuar gjatë gjenocidit është dëshmi e pakundërshtueshme e përkushtimit të tij ndaj Izraelit. Rruga e gjatë e përkrahjes amerikane, që nga themelimi i Izraelit e deri më sot, sugjeron fuqishëm se një kthesë e menjëhershme është jashtëzakonisht e pamundur. Pra, nëse nuk kemi të bëjmë me një ndryshim të thellë, çfarë po ndodh në të vërtetë? Megjithse lidhja e pathyeshme mbetet, ekuilibri i fuqisë është zhvendosur. Izraeli ka lëkundur vazhdimisht midis rolit të shtetit klient të privilegjuar dhe përmes lobit të tij drejtuesit të agjendës rajonale. Lufta e fundit nxorri në pah dobësitë e Izraelit dhe rivendosi dinamikën e vjetër SBA-n si shpëtimtare që dikton prioritetet. Përveç ndihmës ushtarake vjetore prej 3.8 miliard dollarësh, Washingtoni miratoi edhe 26 miliard të tjera për të mbështetur ekonominë dhe luftërat izraelite. Kur Izraeli dështoi të arrinte objektivat e tij ushtarake në Gaza, SBA ndërhyri me të ashtuquajturin marrëveshje të Gazës, duke prodhuar një anpushim të brisht që i lejoi Izraelit të vazhdojë qëllimet e veta me mjete të tjera. Rezultati është një përmbysje rolesh. Trump u bë më i popularizuar në Izrael sesa vetë Netanyahu, duke ringjallur imazhin e SBA-s si fuqi vendimtare. Përplasja e dukshme midis dy vendeve nuk ka të bëjë me vlera, por me kontroll. Kush e drejton anijen izraelite? Tel Avivi apo Washingtoni? Shkruan Barut. Kjo mbetet larg një ndryshimi të vërtet kursi. SBA-ja këmbgul të menaxhojë të ashtuquajturin konflikt izraelito-palestinez përmes prioriteteve të veta politike, që në thelb janë të përputhura me ato të Izraelit, duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare, burimin e vetëm të ekuilibrit dhe objektivitetit. Washingtoni siguron që harta e së ardhmes së rajonit, pavarësisht mosmarrveshjeve të herpashershme, të mbetet plotësisht në duart e Izraelit dhe SBA-s, vlerëson Barut. Një politikë e tillë nuk do të sjellë as paqe, as drejtësi, por do të ringjallë ciklin e njëjtë të dhunës izraelite. Edhe pse bombardimet në Gaza janë ngadalësuar përkohësisht, dhuna tashmë po shpërthen në bregun perëndimor të pushtuar. Sipas tij, paqja e drejtë dhe qëndrueshme nuk mund të lindë nga kapriçot të administratave amerikane, nga luftrat e pafundme apo nga deklaratat e pavendosura për mos aneksim. Një paqe e vërtet
kërkon llogaridhënie të sinqertë, presion të qëndrueshëm ndërkombëtar, sanksione dhe zbatim rigoros të së drejtës ndërkombëtare. Vetëm kur bota të vazhdojë të rezistojë Netanyahut dhe politikave vetëshkatruese që ai përfaqëson, do të mund të shmanget një gjenocid i ri dhe të arrihet më në fund një paqe e drejtë. Vlerëson Barut. Ndërsa nga njëra anë, qëndrimi i ashpër i Trumpit kundër politikave aneksuese të Izraelit shihet si tensionimi i marrëdhënieve mes aleatëve tradicional, nga ana tjetër, plani i paqes dhe qëndrimi publik i Trumpit kundrejt palës izraelite shihet si një teatër që, duke manipuluar aleatët arab, i jep kohë Izraelit për aneksimin e tokave palestineze. Profesori Joseph Massad, megjithse vendet arabe dënojnë publikisht vizionin e Netanyahut, shkruan se pra në praktik ato kanë pranuar çdo aneksim izraelit që nga viti 1948 shpesh në ndikimin e SBA-s dhe Europës. Nga Egjipti te Bahreini, de facto, legjitimimi i pushtimit ka bërë që kufit palestinez të konsideron të përjetshëm vetëm në letër. Ndërsa Izraeli vazhdon gjenocidin ndaj palestinezëve, nën planin e paqes të presidentit amerikan Donald Trump, SBA-ja po zhvillon një fushat diplomatike që shtiret sikur kundërshton lëvizjet më të fundit të kolonisë hebraike për të aneksuar bregun perëndimor. Vlerëson Joseph Massad, profesor i historisë në Universitetin Columbia të New Yorkut. Për siguruar mbështetjen e regjimeve arabe kliente për anëpushimin në Gaza, ku Izraeli ka vrarë të paktën mbi 200 palestinezë dhe ka plagosur qindra të tjerë që nga hyrja në fuqi më 10 tetor, Trump u premtoi muajin e kaluar aleatëve të tij arab se nuk do ta lejonte Izraelin të vazhdonte me aneksimin, një vije kuqe që ata druheshin se do të nxisë zemrim popullor dhe do të rrezikonte projektin më të gjerë të normalizimit të Washingtonit në rajon. Megjithatë, Parlamenti izraelit i dha javën e kaluar miratimin paraprak 2 projekt ligjeve që kërkojnë aneksimin zyrtar të bregut perëndimor. Për të ruajtur fytyrën përballë klientëve arab të Washingtonit, Trump i dërgoi gjithashtu sekretarin e shtetit Marco Rubio për t'i qortuar izraelitet për votimin në kohë të papërshtatshme. Gjatë rrugës për në Izrael, Rubio lishoi paralajmërimin më të ashpër të administratës deri tani. Kjo nuk është diçka që mund ta mbështesim tani. Domethënë, do ta mbështesin më vonë. Një javë më herët, Trump mbajti të njëjtin ton në një intervistë për Time Magazine, duke këmbgulur se tani nuk është koha e duhur për aneksim. Nuk do të ndodh sepse u kam dhënë fjalën vendeve arabe dhe nuk mund ta bëni tani. Izraeli do të humbte gjithë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara nëse kjo do të ndodhte, tha Trump. Fjala kyçe në këto deklarata është tani. Çdo mosmarrëveshje e dukshme mes amerikanëve dhe izraelitëve lidhet me kohën dhe mënyrën, jo me qëllimin vet, shkruan Massad. Larg së qeni kundër agjendës ekspansioniste të Izraelit, administrata Trump ka qenë përherë pjesë thelbësore e realizimit të saj. Në fund të fundit, gjatë mandatit të tij të parë, plani i paqes përmes begatisë i Trumpit, i hartuar nga dhëndriti Jared Kushner, mbështeti planet izraelite për të aneksuar 30% të bregut perëndimor. Sipas atij propozimi, kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi se Izraeli do të kalonte menjëherë në aneksimin e luginës së Jordanit dhe vendbanimeve në bregun perëndimor, ndërsa bujarisht angazhoi të pezullonte ndërtimin e vendbanimeve të reja në zonat e mbetura për palestinezët për të paktën 4 vjet. Ambasadori i atëhershëm amerikan në Izrael, David Friedman, sinjalizoi se Trumpi kishte dhënë dritën jeshile për aneksim të menjëhershëm, duke deklaruar se Izraeli nuk ka pse të presë fare dhe se ne do ta njohim atë. Trump e përsëriti këtë qëndrim në shkurt, kur justifikoi aneksimin duke thënë, është një vend i vogël në kuptimin e territorit. Në fakt, Trump kishte njohur tashmë aneksimin e paligjshëm të lartësive Golan nga Izraeli në vitin 2019, ashtu siç kishte njohur edhe aneksimin e paligjshëm të Jeruzalemit lindor në vitin 2017. Pse pra do të kundërshtonte aneksimin e bregut perëndimor në vend që ta shtynte për një moment më të përshtatshëm? Pyet Massad. Në realitet, izraelitët tashmë planifikojnë të zgjerojnë aneksimin përtej bregut perëndimor, të cilin, njësoj si Jerusalemi lindor dhe lartësitë e Golanit, e konsiderojnë çështje të mbyllur. Ata tani kërkojnë të marrin më shumë territori nga fqinjet e tjera arab.
Vetëm pak javë më parë, Netanyahu deklaroi se ishte në një mision historik dhe shpirtëror në emër të popullit hebre, duke shtuar se ndjehej shumë i lidhur me vizionin e tokës së premtuar dhe të Izraelit të madh. Ky vizion përfshin gjithë Jordaninë, si dhe territore shtesë në Siri, Liban, Egjipt dhe Irak. Vendet arabe dënuan me shpejtësi këtë vizion të Netanyahut që lagmon tokat e tyre, ashtu siç dënojnë edhe përpjekjet e fundit për aneksimin e bregut perëndimor. Por kjo nuk është gjë tjetër veç se një shfaqje formale. Në praktik, regjimet arabe nën urdhrat e Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë pranuar de facto çdo aneksim izraelit që prej vitit 1948 dhe disa madje kanë pranuar edhe de jure, si Egjipti, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe, Maroku, Sudani dhe Bahreini, kur njohën kufit e vitit 1949 të Izraelit, që tashmë përfshinin tokë palestineze të aneksuar. Kur Izraeli u krijuar në vitin 1948, ai përfshinte gjysmën e zonës që Kombet e Bashkuara kishin caktuar për shtetin palestinez, si dhe Jerusalemin perëndimor, që duhej të mbetej nën administrim ndërkombëtar. Ndërsa Asambleja e Përgjithshme e OKB-s përfshir Mbretërinë e Bashkuar, këmbgulte fillimisht se Izraeli do të njihej vetëm pasi të tërhiqej nga këto territore. Midis viteve 1949 dhe 1950, Këshilli i Sigurimit dhe vetë Britania e njohën vendin me kufit e ri, të zgjeruar përthej atyre të planit të ndarjes së vitit 1947 të paprekur. Izraeli fillimisht ra dakord negocionte kufit me fqinjët arab, por i mbajti territoret e pushtuara në kundërshtim me rezolutat e OKB-s, sidomos për aneksimin e Jerusalemit perëndimor më 1949. Ai zhvendosi atje zyrat qeveritare dhe shpalli qytetin kryeqytet. OKB-ja, SHBA-ja dhe gjithë Europa e njohën de facto këtë aneksim që në fillim të viteve 50-ta dhe vendet arabe normalizuese ndoqën shembullin në dekadat pasuese. Madje presidenti egjiptian Anwar Sadat nuk pa asnjë problem të mbante një fjalim në parlamentin izraelit në Jerusalemin aneksuar gjatë vizitës së tij në vitin 1977, pa thënë asnjë fjalë kundër. Edhe mbreti Hussein i Jordanisë, ndonse vizita zyrtare të vitit 1994 nderoi se Izraeli kishte rivendosur trashëgiminë e mbretit Solomon nga ishulli i Jotvatit në jug deri te kodrat e Libanit në veri. Ai shpalli se asnjë forcë, çfarëdo që të quhet, nuk do ta detyrojë Izraelin të tërhiqet nga Sinai. Kur Izraeli më në fund të detyrua të largohej, ai priti momentin dhe i pushtoi sërish këto territore në vitin 67. Dhe sot, pavarësisht tërheqjes përfundimtare nga Sinai, retorika për një pushtim të ri të gadishullit egjiptian po rishfaqet. Në muajt e fundit, Izraeli ka zgjeruar aneksimet e paligjshme edhe në territore siriane me miratimin e regjimit të ri të mbështetur nga SHBA-ja në Damask, duke krijuar zonën tampon dhe duke lejuar kolonët hebrejt të themelojnë vendbanime të reja në tokën siriane të pushtuar, shkruan Masad. Shpesh shtrojmë pyetjen se si mundet që vendet arabe të lejojnë për 2 vite një gjenocid kaq të tmerrshëm në Gaza. Gjithmonë ka diçka në prapasken, aty pas perdes pafajësisë. Emiratet e Bashkuara Arabe janë aleati më besnik i Izraelit, si në gjenocidin në Gaza, ashtu edhe tani në këtë gjenocid që po zhvillohet në Sudan. Emiratet, në bashkëpunim me Izraelin, ndezin konflikte civile, përfitojnë nga burimet e pleçkitura dhe shfrytëzojnë mercenarët për të kontrolluar rajonin. Nga nafta e Libis te ari i Sudanit, përfitimet strategjike dhe materiale janë pjesë e një politike të qëllimshme destabilizimi, që nga pranvera arabe, Emiratet kanë financuar grusht shtete, kanë armatosur milici dhe kanë ndezur luftra përfaqësuese për të ruajtur rendin autoritar. Në Sudan, mbështetja e tyre ndaj milicisë RSF është një pasqyrë qartë e rolit të tyre në gjenocid, duke shtrirë politikën e destabilizimit nga Gaza në gjithë lindjen e mesme. Në Gaza po shpaloset një histori paralele, një kombinim i humanizmit në terren me inxhinierinë e burgjeve. Të dhënat sugjerojnë se Emiratet e Bashkuara Arabe janë të përfshira në planin e Izraelit për shkatëruar lindjen e Rafahut dhe për të ngritur një qytet humanitar për të grumbulluar 600.000 palestinez, një kamp përqendrimi, sipas çdo mase të ndershme. Sipas Mondo Vice, kjo lidhet me operacionin izraelit koduar Gallant Night 3 dhe shfaqjen e forcave lokale Popular Forces të Abu Shababit si prokuror për kontrolluar këtë zonë të mbyllur. Për të shërbyer këtë burg patela,
Emiratet kanë ndërtuar 6 impiante të ujkirpëzimit në Al Arish të Egjiptit, me kapacitet për të furnizuar mbi 600.000 njerëz, të njëjtin numër që përmendet nga zyrtarët izraelit dhe mediat aleate. Media shtetërore e Emirateve e paraqet këtë si bamirësi. Në kontekst, duket si infrastrukturë për burg masiv, dhe Abu Dhabi nuk qëndroi pasiv ndërsa Izraeli zhvillonte ofensivën gjenocidale, ai ndihmoi në mbajtjen gjallë të artereve të Izraelit. Në detin e Kuq të kontestuar, Izraeli kaloi në transport toksor nga India përmes Emirateve të Bashkuara Arabe për të anashkaluar sulmet e Huthive në Yemen. Raportet përshkruajnë rrugë kamionësh që lidhin portet e Gjirit me Haifën, në aeroportin Ben Gurion, ndërsa shumica e linjave ajrore ndërprerën fluturimet. Kompanitë e Emirateve vazhduan të fluturojnë duke shërbyer si një lifeline për udhëtimin izraelit gjatë luftës. Ky partneritet nuk është vetëm logjistik, është ideologjik dhe komercial. Rrjetet izraelite dhe emiratase në internet punojnë bashk për të formësuar narrativat rreth Sudanit dhe Gazës, duke sulmuar ushtrinë sudaneze, ndërsa masakrat e milicisë RSF në El Fasher rriteshin. Në industrinë e mbrojtjes, kompanitë izraelite po zgjerojnë prezencën në Emirate, duke forcuar qarkullimin e dy anshëm të parave, teknologjisë dhe inteligjencës. Kompania izraelite Kontrop po hap një deg në Emirate, simbol i fundit i këtij përqafimi të thellë të sigurisë. Ndërkohë, sundimtarët emiratas mburren se modeli i tyre i zhvillimit është shembull i ndriçues për rajonin, autoritar, apolitik, i zhytur në konsumizëm dhe spektakël. Është një fasad përparimi e ndërtuar mbi shtypje, një mirazh moderniteti që fsheh makinerinë e tiranisë, shkruan ekspertja politikave të lindjes së mesme Sumaya Ganushi. Ata predikojnë se begatia paliri është rruga përpara për arabët. Por realiteti që prodhon modeli i tyre është coptim, kaos dhe gjakderdhje, shkruan Ganushi. Emiratet nuk veprojnë vetëm. Ato janë bërë partneri rajonal më i rrezikshëm i Izraelit. Bashkëfajton në një projekt të përbashkët shpërbërjeje. Së bashku, ata investojnë në kaos, ndezin konflikte civile, armatosin funksione dhe kthejnë çrregullimin në mundësi, shkruan Ganushi, eksperte e politikave të lindjes së mesme. Përmes parave, mercenarëve dhe propagandës, ata nxisin sekt kundër sektit, fis kundër fisit, duke reduktuar lindjen e mesme në principata grindavece, mbi të cilat Izraeli sundon në mënyrë supreme. Përfitimet janë si strategjike, ashtu edhe materiale. Ari i Sudanit rrjedh përmes kanaleve RSF Emirate. Nafta libiane dhe portet jemenase përthithen nën petkun e investimeve. Kompanitë izraelite dhe emiratase përfitojnë nga burimet e plaçkitura dhe rrjetet e kontrabandës që lulëzojnë në kaosin që vetë ata krijojnë. Për qeverinë ultranacionaliste të Izraelit, synimi është dominim përmes përçarjes. Për Emiratet është pushtet i huazuar, iluzioni një perandorie përmes nënshtrimit ndaj njëri tjetrit. Të dy e shohin rajonin jo si kombe sovrane, por si territore të lakmueshme, një mozaik entitetesh të dobësuara gati për manipulim. Nga një principat e vogël në gjirin persik, Abu Dhabi është shndruar në një ndërhyrës rajonal, i përfshirë në çdo konflikt, nga Jemeni në Libi dhe Sudan. Ironia është se e imagjinon veten si fuqi të madhe, e dehur nga pasuria, e trimëruar nga aleanca me Izraelin dhe e bindur se eksportimi i krizave do ta mbrojë nga ndryshimi. Por gjeografia dhe historia nuk ofrojnë asnjë mbrojtje të tillë. Emiratet mbeten një shtet i vogël që luan perandorin, duke ndezur luftra përtej mundësive të veta dhe duke ftuar pasoja që nuk mund t'i kontrollojë, shkruan Ganushi. Që nga pranvera arabe, Emiratet, në udhëheqjen e Mohammed bin Zayed, kanë zhvilluar një kryqëzat kundër revolucionare në botën arabe. Ato kanë financuar grusht shtete, kanë armatosur milici dhe kanë ndezur luftra përfaqësuese për të ndalur ndryshimin demokratik dhe për të ruajtur rendin autoritar rajonal. Politika e tyre e jashtme është shndruar në sabotim parandalues, duke siguruar që asnjë revolucion të mos ketë sukses, asnjë demokraci të mos mbjetojë dhe asnjë liri të mos zërë rrënjë që mund të kërcënojë monarkitë e gjirit. Në Egjipt, financuan grushtin e shtetit që solli në pushtet presidentin Abdel Fattah el-Sisi dhe riktheu sundimin ushtarak. Në Tunizi, përqafuan grushtin ndaj pushtetit të Kais Saied në vitin 2021, duke mbytur demokracinë e fundit të mbijetuar të botës arabe.
dhe në Libi shkuan edhe mëtej, duke shkelur vazhdimisht ligjin ndërkombëtar për të instaluar një autokrat të ri. Një raport i OKB-s dokumentoi shkeljet e përsëritura të Emirateve ndaj embargos së armëve në Libi, helikopter sulmues, dron dhe sisteme raketore të furnizuara fshehurazi për ushtrinë e Halifa Haftarit, duke përshkallëzuar luftën dhe duke mundësuar atij të pushtonte territore strategjike. Modeli tashmë është i pamohueshëm. The Wall Street Journal ka dokumentuar se si rrjetet e furnizimit me armë të Emirateve të Bashkuara Arabe kanë forcuar një milici sudaneze të akuzuar për gjenocid, një pasqyrë e skemës libiane. Dhe rezultati është ky: Emiratet po mundsojnë një gjenocid të ri, jo në Gaza, por në Sudan. Ishte kjo të ratë të ndruar shikues, faleminderit që në ndoqët dhe miru takofshim sërish.